kam folë në telefon me Kadrinë, kam folë në telefon me Selimin, me Thaqin disa herë. Plus kam informata për njerëzve tanë që shkojnë në... Çfarë ju ka thënë Hashim Thaçi konkretisht? Dëgjo, ai nuk e di, a e bën vetëm me inkuraju të tjerët, po tepër optimist në bisedë. Mund ka ndodhur 2-3 herë ku edhe shqetësimin ton këtë rast, a e kalon në humor. A e ke parasysh, po jo, më nuk bëhet gjohet, ne do të dalim prej këtu e drejta. Do të ka thënë që do dalin, do lirohemi. Po, do të thotë e kalon, duket në leta përsëris. Thash, edhe shqetësimin mundohet me ta kthyen një farë lloj humori, një farë lloj inkurajimi që tash nuk e di si e mendon ai brenda tij. E kuptoj. Po është shumë optimist. Unë nuk jam optimist. Ti nuk je optimist? Absolut. Tani, unë këtë pyetje kisha menduar ta bëja në fundi intervistës, po si e parashikonte procesin? Dëgjon, une tjetër është çka kemi dëshirë ne dhe ashtu si e parashikojone. Do thotë, une nuk jam i bindur 100% që ata nuk do të kenë akt vendim lirues, sepse do dalin shumë gjëra në shesh, kështu që ata duhet ta shtyjnë, ndoshta edhe me shkallën e dytë, se do t'ju japin një dënim, t'ju japin mundësia ju takon me legj palës mbrojtëse që ta apelon gjykatë apelit. Kështu që ata do të mundohen deri në minutën e fundit të shkojnë me këto lojrat e tyre të prokurisë. Po thëmë, dëshira është, mos të keq kuptuar, të lirohen, ata o dash lirohen edhe... Do më thënë, ti, parashikimi yt, Astrit, është që ata do dënohen? Parashikimi im është që ata do dënohen. Shumë e rëndë kjo. Edhe tu e pa, jam zoti Qafoku, jam tepër i dëshpëruar, pse e thëmë këtë, po tu e pa dhe skalumen e gjykatës se i ka me rastet e tjera. Unë jam shumë i bindur që ata do të... Dyshimi im është që ata do të dënohen. Kryeministri Rama ka përdorur vetëm një fjalë për kërkesën e prokurorëve. Prokurori idiot ndërkombëtar. Cili është komentimi? E kam lexuar postimin në rrjetin social X të zotit Rama. Edhe, po kjo komenti im është, kjo është një kontinuiteti zotit Rama, se e ka pas çdo herë me plot drejt reagime dhe vlerësime tilla për trupin e prokurorëve. Edhe u mendoj që dhajnë bazë një dëshprimi që e din se çfarë do të ndodhë. Ka dyshimet e veta se çka do të ndodhë aty. E ka thonë se nuk ka e lehtë nga kryeministri një shteti që pretendon të hyjë në Evropë të thotë një prokuror në thojzat drejtësisë ndërkombëtare. Idiot. Idiot. Kjo e dëmton procesin? Ndikon kjo? Nuk mendoj që ndikon, sepse ata e kanë pa opinionin publik, reagimet e gjithëve që janë kundër këtyre dhomave specializuara të prokurorisë në Hagë. Deri diku edhe kundër gjykatës, po do të rezervohem, nuk do të flas shumë për gjykatën, sepse për gjykatësit, sepse unë kam rezerva shumë mëdha ndaj tyre, me vendimet që kanë marrë gjatë procesit, pikërisht për këta lider, ku këta gjykatës, po të ishin aq të pavarur, kur ka përfundu Landa në prill, se prokuroria i ka përfundu me dëshmitar në prill të vitit kaluar. Mbrojtja ka pas vetëm 7 dëshmitarë. Okej, gjithë i ka pas me renomet, figurat ma eminente të bashkisë ndërkombëtare. Sti që 3 herë refuzu mbrojtjen në liri, derisa të merret vendimi. Prokuroria i krev, do të thotë s'ka mund ndikim të dëshmitaret, prisje prova, friksimi dëshmitarëve, u kryen ato, u përfundoi Landa e prokurorisë. Edhe këta gjykatësi kanë marrë përsëri 3 kërkesa pas përfundimit në prill, vitit kaluar, 3 kërkesa ju kanë refuzuar këtyre liderëve për mbrojtje në liri deri dalje akt vendimit gjykatës. Okej, zoti Rama si kryeministër, kishit pritshmëri nga zoti Berisha, sekretari i opozitës? Dëgjoj, unë kam
e kam një mlef që komdesh të reagoj, se unë i kam shumë inat hipokrizin. Sikurse, ja, tash po ta bëj krahasimin të Berisha. Sikurse është duke o organizu protesta Liria ka emër, nga platforma Liria ka emër në 17 shkurt, drejtësi jo politik. E keni fjalën për protestën në Prishtinë? Po, me motën drejtësi jo politik. Okej. Po, tash para me për Hagën. Për Hagën, po ja çërti ku arrin hipokrizia, poshtërsia dhe idiotizmi i liderëve shqiptar në Kosovë. Për 20 vite, o ndërtu narrativa e kryeministit Kurti, ku e ke me zë figurë në parlament të Kosovës, këta kriminal, këta kanë bërë, paramendo, do të thot, është Kurti, fjalimi Kurtit në parlament, ku thot, i ftoj ndërkombëtar të jetojnë këta kriminal, të t'i shohin që këta janë kriminal, këta janë, e thot deri në atë shkollë që thot, me të vërtet Serbia ka bërë krime më shumë në Kosovë, po krimet me menstruoze thot i kanë bërë këta pjesëtarë të UÇK-s. E ke, majnë një ka thonë një media shumë të ndërume si drejtare TV, edhe nesër mas nesër del dikush ma demanton, unë e kam obligime të dërguat video, ku e ke në parlament, ku thotë krimet menstruoze i banë. Jo, po du me dalë të pyetja jote, një sekund të lutem. Ku këta tani, fund gjykate, gjatë 5 vite nuk i ndihmun asgjë, as me ekipin e drejtësisë, as me Ministria e Drejtësisë, me financat e avokatëve, asgjë. Dhe sot këta lider dalin edhe thojnë, jena kërkojmë drejtësi, UÇK-ja është e drejtë. Kjo më duket hipokrizi, kjo vlen për zotin Berisha, i cili e ka qujt me fjalët më pejorative e ka qujt Hashim Thaçin, edhe sot del derdh lot krokodilli. Ai e kryen rolin e një si thon, opiumit opinionit si ja edhe Berisha qenë për drejtësi, ose Albin Kurti, ose Vjosa Osmani, është të mërshëm. Unë nuk edhe Vjosa Osmani, se Vjosa Osmani takoi presidentin Trump. E qa ka rëndësi që e takoi presidentin Trump? E takoi presidentin Trump, a e foli Vjosa Osmani për dëgjoj si presidente e Kosovës. Kur u bë kërkesa për presidentin e Kosovës, me liru disa të burgosur ku kishin rastin familjes, po du tani mja përkujtu plag, po thonë, Kadri Veselin, Nasim Aradinin, Hysni Gucatin, që Nasimi ti pat vdek vëllau, Hysniut babaj, Kadris babaj, dëgjoj. Vjosa Osmani nuk ka kthy letrën garantuse që ja, ne garantojmë të lirohen, të marrin pjesë në varrim. Që gjoja, tash nuk po flas për mend, nuk ka flas me emra, zoti Xhavokri. Pak a shumë e njeh personalitetin tim që unë nuk flas kam dëgjuar, e kam jo. Kur të flas thon, kështu ekziston edhe pikë, se kam fakt. Okej. Foto tjetër ju lutem me gjia. Adem Jashari me një grup ushtarës të tjerë të UÇK-s me armë të armatosur. Unë e thash edhe në fillim të emisionit, Astrid, që ose Adem Jashari do ishte gjallë, ai do dënohesh në Hagë. Po, unë nuk shoh foton, po e kam parasysh si imazhat foto është me Samil Lështakun, me Jakub Nuren, me Kadri Veselin, e kam parasysh atë fotot të komandantit legjendar, po me ta dëshmu ato çka e the ti, do thot gjatë krejt gjykimit, po mendoj procedurës gjykimit të këtyre 4 liderëve, me 10 herë nga prokuroria përmend Adem Jashari. Në fjalën e pretensës të fundit, e thot si pikë akuzuese është kur në vitin 94, thot, Hashim Thaçi, Kadri Veseli me ekipin, me grupin tjetër, thot, kanë shku në Shqipëri, kanë marrë, e kenë fjalë për fjalë, thot, kanë marrë armatime dhe e cek, thot, RBG, këto raketat kundrejtantes. Antitank. Po antitank që janë qujtë në Shqipëri, mortaja 150 dhe mortaja 500 kalibrit, antitank, po. Thot, ja kanë sjell Adem Jashari, që ti sulmojnë, thot, stacione policore dhe forcat serbe.